Ama u emocionua dhe qik nga fjallimi i Ramës. Mua më kapi në një moment të vështirë, të them të vërtetën, fjalimi i prekës që bëri të qanin të gjithë ato ministrat e tija, një lloj si kur dishen dhe Roxha dhe të gjithë mendonin që ky vend mori fund. Po nuk isha një shami dhe i kam fshirë me mengët e bluzave, lotët më erdhi shumë keq. E pat se si tha, unë ik në shtëpi, tha, po çfarë do bëni ju, mbrojeni tash i vendin ju, pasi juve nuk e mbroni dot. Qa mashtruzi, qa hipokriti, sa i rrezikshëm është ky njeri që luan me ndjenjat e socialistëve, të cilët sa nga mashtrimi dhe sa nga përkatësia dhe sa nga përfitimet shpeshherë kanë mbështetur këtë njeri gjatë udhëtimit i gjatë ku i ka bërë shumë të këqija shqiptarëve. Ajo që duhet të them është që protestat nuk duhen ndalur. Këtyre duhet t'ju vi fundi. Mund të duket si një tërmet që mund të shkaktoj pak anarki, por më besoni që rilindja do t'jetë shumë më madhe. Vetëm duhet të kujdesemi që të mos infiltrojnë njerëzit e tyre në lëvizjen tonë. Ish kapterat e Sorosit nuk duhet kemë vend në lëvizjen tonë, sepse do bjem nga shiu në breshër. Dhe këta përfaqësuesit e këtyre organizatave me flamurin e Ylberit që ky rilindasi i ngriti në maj, duhet kemi kujdes të mos i ndjekim ata që ndjellin degenerim të rinisë dhe të popullit shqiptar dhe duan të prishin normat tona zakonore të lashta që na kanë bërë të mbijetojmë deri në ditët e sotme. Nuk duhet të dalin calaraskat të krokërinë në për këto tubimet tona, të cilat mbahen me paret e njeriut më të fuqishëm sot. Ju do thoni të Edi Ramës, jo, të Linda Ramës dhe të Bankës Amerikane. Janë ca podcaste ku punojnë këto sorat që dalin dhe krokërin që kam neveri t'i shoh dhe jo t'i kem pranë. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve.